politike. Dhe sinqerisht e shifsha të pamje kënaqesh. S'ngopesha. Ku kisha pamje kaq të bukur ndonjëherë. Kishim kohë pa kështu pamje. Shiko, para se të hyjmë atë protestës, kam një pyetje. Ora, këta janë ngrejt, po e politika Maqedonëse, në të Maqedonës është për thonë funja se Slavëm ku e zonë Maqedonia. atje edhe partit politike nuk është se janë Plera më. Ta thot Altin që janë plera. Derisa arritëm ne sot diskutojmë 2026 këtë temë, atë janë plera. Çka kanë bërë këta që 2001? asë gjë s'kanë. 25 vjet çerek shekulli. Karrige për bërë lekë. Ky është muhabeti 2001-shit. Të japësh mësim gjuhën shqipe, të japësh provim gjuhën shqipe. Urdhë. Ky është muhabeti 2001-shit. Shturp që diskutojmë 2026. Shka sa politike që ka dështuar, po ja. Aty ku sta pret mendje, dalin çuan aty rikos të reja dhe ndryshojnë gjithë rregullat e lojës. Japin frym tjetër, pamje tjetër. Ka ardhi kohë që nuk e parashikon dot. Është e paparashikueshme situata. Kjo nuk pritej. Dhe kishte një kaq e bukur. Shiko, unë faktikisht pash aty që kishte pas ngacmime në protest, po si do që i japin mediat, ajo thjesht kishte qenë kështu i sherr banal. Një Shqiptare Maqedonë. një Maqedonës kishte ofenduar çunat tonë, Mirë, bëjnë ata. edhe kanë fiksim. çunat tonë Ty ndaja. i kishin dhënë përgjigjen e merituar. Policia kishte ndërhyrë. Policia është treguar gjithkohë kështu gati për të bërë çik presion, po kot, nuk është e kot. Pse është e kot? Se më kam mësuar një gjë nga rezistenca. Sa më shumë e gërrit rezistenca, është më e fortë bëhet. Pra kur ndërhyn policia, po ta them me sinqeritet, vetëm ti e motivon protest. Prandaj s'kan ndryrë fort, se kanë pas frikë, se e motivojnë më shumë. Gjedh benzinë zjarrit. Absolutisht, ta jep sigurt. Janë çik më